Përshëndetje të nderuar shikues të DTV Medias, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do ndjekim titujt kryesorë që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer në studio me mysafirët, ku do flasim tema kryesisht që kanë të bëjnë me ekonominë në vend dhe protestat që organizuan dje nga ana e bizneseve, po ashtu do të flasim edhe për gjendjen politike në vend pa në shkaluar. Ndjekim titujt kryesorë dhe do kthehemi në studio. Deputeti i PDK-s, Abelard Tahiri, në një konferencë për media të premten, u shprefi bindur se këtë betejë ligjore me ZRR-n do ta fitojnë dhe se vendimi që është goditje ndaj ekonomisë së vendit do të anulohet. Përkitazi me këtë, ai bëri të ditur se njëra nga kompanitë që ka aplikuar për licencim për shitblerjet e energjisë është EMD-ja, kompani e themaluar nga shefi i stafit të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, Luanda Lipi. Sipas tij, një gjë e tillë është krim dhe korrupsion i qartë. Kemi nisur betejën ligjore për anulimin e vendimit të zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, i cili nxjerrje në mënyrë të kundërlishme në treg të hapur apo në liberalizim të tregut rreth 1300 biznese. Kjo betejë po bëhet pikërisht për ta kundërshtuar një vendim të paligjshëm, i cili rrezikon rreth 140.000 qytetarë të Republikës së Kosovës që t'i humbin vendet e punës së tyre. E kemi dërguar kundërshtimin ton administrativ në kuadër të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Ne po ashtu jemi pak a shumë jemi të bindur që qëndrimet e tyre do të jenë të njëjta me vendimin, sepse pavarësisht kundërshtimeve të mëdha që kanë pasur qoftë nga shoqatat e bizneseve, qoftë nga avokati i popullit, qoftë nga partitë tjera politike parlamentare, ata nuk e kanë ndruar vendimin dhe vazhdojnë të qëndrojnë mbrapa këtij vendimi të jashtëligjshëm dhe shumë të dëmtues për vendin tonë, mirë po ne duhet i ndjekim hapat ligjor ashtu siç e thot ligji. Ne do të presim 15 ditë për një njoftim nga zyra rregullatorit të energjisë për ta anuluar pikërisht këtë vendim, dhe nëse brenda 15 ditëve ata nuk kthejnë përgjigje apo nuk anulojnë vendimin, ne normalisht në ditën e 16 do ta procedojmë në departamentin administrativ si kundërshtim administrativ ndaj këtij njoftimi, realisht se ky as vendim nuk është, sepse për të ikur një ballafaqimi me një betejë ligjore, ata nuk kanë nxjerrë vendim, që është e jashtëligjshme, ata përmes një njoftimi e kanë obliguar në këtë rast Keskon që këto kompani t'i vendosë në tregun e lirë. Prandaj do t'i marrim gjitha hapat ligjor, që brenda një afati sa më të shpejt. Pra, ndaj këtij vendimit të vihet një masë e përkohshme e cila do ta pezuloj implementimin e këtij vendimi. I pyetur se cila është zgjidhja duke ditur se ligji për energjinë është miratuar në vitin 2016, ku parashihet dalja në treg të hapur të këtyre kompanive, ai tha se nuk janë kundër liberalizimit të tregut, mirë po fillimisht duhet të krijohen kushtet dhe të kenë më shumë ofertues për energji. Që liberalizimi i tregut të energjisë është edhe një kërkesë edhe të Bashkimit Evropian dhe ajo do duhet me ndodhë dhe do duhet me u kriju kushtet. Sepse kur flasim për liberalizim të tregut, flasim për më shumë ofertues, jo vetëm një ofertues, ku bizneseve do t'ju mundësohet që të kenë energji elektrike me çmim më të lirë, jo më të shtrejt, jo monopol. Pra liberalizimi të tregut do të thotë që të largohemi nga monopoli dhe të kemi liberalizim të vërtet të tregut. Në anën tjetër, sipas Tahirit, njëra nga kompanitë që ka aplikuar për licencim për shitblerjet e energjisë është EMD-ja, kompania themeluar nga shefi i stafit të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, Luanda Lipi. Sipas tij, niveli i krimit në sektorin e energjisë ka shkuar aq lart sa nuk e di nëse mund ta quajmë më korrupsion një gjë të tillë. Zotit Luanda Lipi. Ky është themelues dhe nikosisht ka qenë aksionar i kësaj kompanie. Pra, MDA-ja e shefit stafit të kryeministrit që sot drejton Dalipi, e me gjasë është vllau i shefit stafit kryeministrit, ka aplikuar për licencë për furnizim me energji elektrike në vendin tonë. Në një anë, kryeministri e dërgon vllaun në departamentin për shitblerjet e energjisë elektrike në Kek, dhe në anën tjetër shefi stafit kryeministrit kërkon licencë pra këtyre kompanive që i kanë qitë në treg të lirë me u shit energji elektrike. Përbes kjo është e tmerrshme dhe këtë nuk dia mund ta quajmë me korrupsion, sepse edhe niveli i këtij krimi ka shkuar aq lart dhe po e rrezikon aq shumë mirëqenien e qytetarëve tonë
sa që është bo e frekshme me mendu ndoshta edhe me jetu në këtë vend. Tahiri, niveli i krimit ka shkuar aq lart sa nuk e dia mund ta quaj vetëm korrupsion. Zyra e Rregullatorit të Energjisë, ZRE, ka marrë vendim se që nga data 1 qershor, mbi 13.000 biznese të kalojnë në treg të hapur të energjisë elektrike. Të njëjtën, bizneset protestuan me bllokimin e disa hyrjeve në Prishtinë kundër vendimit për kalimin e bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike, pasi kjo i dëmton bizneset. Arrestohen 10 persona të dyshuar për trafikim me armë Kosovë-Shqipëri. 10 persona kanë rënë në prangat e policisë pas goditjes së trafikut të armëve Kosovë-Shqipëri. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas, pasi siguronin armë zjarri kryesisht në Kosovë, por dhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë, i sillnin ato në Tiranë për t'i shitur. Deri më tani janë identifikuar 12 persona, ku 10 kanë rënë në pranga dhe 2 janë shpallur në kërkim. Gjatë operacionit janë sekuestruar 14 armë zjarri, ndërto 12 pistoleta, njëra prej tyre me silenciator dhe 2 automatik. 12.007 fara kanabisi, krehra dhe municion luftarak, 3 automjete dhe 8 celular. Operacioni u zhvillua nga seksioni për hetimin e trafigjeve të paligjshme në bashkëpunim me forcën operacionale të DVP Tiranë në drejtimin e prokurorisë. Specialistët e seksionit për hetimin e trafigjeve të paligjshme në bashkëpunim me forcën operacionale të DVP Tiranë në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë në vijim të punës hetimore dhe operacionale për parandalimin dhe goditjen e trafikimit të armëve pas një hetimi 5 mujor me metoda proaktive, kanë finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Puzzle. Në kuadër të operacionit, bazuar në informacionet e siguruara nga hetimi për disa shtetas që dyshohej se trafikonin armë zjarri, kryesisht nga Kosova në Tiranë, me qëllim shitjen. Ministria e Shëndetësisë po planifikon t'i punsoj edhe 100 inspektor me qëllim të rritjes së kontrollit të duhanit në Kosovë, kështu tha ministri në detyrë i Shëndetësisë Arben Vitja gjatë një konference për media në prag të ditës botërore kundër duhanit. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitja tha se është lajm i mirë që në Kosovë ka rënje të përdorimit të duhanit për shkak të politikave të ndërmarra, por shtoi se ende duhet punë. Vitja theksoi se miratimi dhe zbatimi i udhëzimit administrativ për vërejtjet e kombinuara shëndetësore në pakot e duhanit ka dhënë rezultatet e tij. Dhe në Kosovë, sipas studimit STEPS 2019, përdorimi i duhanit të rriturit është në rënje krahasuar me vitin 2011 apo hulumtimin paraprak, që natyrisht kjo është një lajm i mirë. Ky është edhe një trend inkurajues që dëshmon efektivitetin e politikave të deritanishme, por një trend i pamjaftueshëm për qëllimet që ja kemi vënë vetit. Kontrolli i duhanit është sfidë komplekse, pa diskutim, jo vetëm në vendin tonë, por gjithandej në përbot, por përkundër sfidave nuk është që kanë munguar edhe rezultate. Nga të arriturat e prekshme, padyshim është edhe miratimi dhe zbatimi i udhëzimit administrativ për vërejtjet e kombinuara shëndetësore në pakot e duhanit, që hyri në fuqi në vitin e kaluar dhe shënon një prej masave më të rëndësishme në edukimin vizual të konsumatorëve për dëmet shkatruese të konsumit të duhanit. Ministri në detyrë i Shëndetësisë Arben Vitja tha se me Ministrinë e Financave po shohin mundësinë t'i shtojnë kapacitetet inspektuese edhe për 100 inspektor me qëllim të rritjes më të madhe të kontrollit të duhanit. Rritja e akcizës në 65 euro për kilogram sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës është një tjetër sinjal që politikat fiskale po japin efekt. Kemi fuqizuar edhe kapacitetin inspektues. Përmes rekrutimit të rreth 30 inspektorëve të rinj shëndetësor që kanë ndihmuar në zbatim të ligjit. Por, natyrisht, të nderuara media, të dashur qytetar, kjo akoma nuk është e mjaftueshme dhe mbetet dhe po vazhdon të mbetet një sfidë serioze. Prandaj, kohëve të fundit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, po përgatisim një plan për angazhimin e rreth 100 vetave shtesë që ky ligj të zbatohet në përpikëri në të gjitha vendet ku nuk duhet të pije duhani. Agron Lilla nga Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim tha se qëllimi i shënimit të kësaj dite është për të dërguar një mesazh të fuqishëm dhe të përbashkët për të mbrojtur të rinjt nga ndikimi i industrisë të duhanit. Ndihmojnë në ndërtimin e një presioni pozitiv publik për ndryshim të politikave. Ne jemi këtu sot për të ritheksuar mbështetjen tonë për draft ligjin e ri
për kontrollin e duhanit, cilin ju e përmendet, edhe i cili përmban masa thelbësore dhe të domosdoshme për të mbrojtur brezët e rinë që janë në harmoni të plot me organizatën botërore të shëndisë. Këto janë ndalimi plot i reklamimit dhe promovimit të produkteve të duhanit dhe nikotinës, përfshirë ato në platforma digjitale, zbatim të paketimit standard për të larguar çdo efekt joshës vizual dhe ndalimi shijeve të ëmbla fruta që targetojnë posaçërisht fëmijët dhe të rinjt. Ky ligj është një hap i guximshëm, por është i drejtë. Edhe ky ligj nuk synon të penalizojë qytetarët, por të mbrojë shëndetin e tyre dhe të brezave që vijnë. Ne nuk mund dhe nuk duhet të lejojmë që fëmijët dhe të rinjt tanë të bëhen një tregiri për industrinë e duhanit. Faik Hoti nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tha se hulumtimet e tyre tregojnë se ligji për kontrollin e duhanit ka dhënë efektin e tij, por ende duhet punë për rezultate më të mira. Hapa të konsiderueshëm pozitiv dhe një prej tyre është realisht edhe implementimi i vërejtjeve të kombinuara që konsiderohet një masë pak ose masave të OBSH-s për kontrollin e duhanit. Mirë, po ne kemi nevojë që t'i përforcojmë aktivitetet tona edhe në fushat e tjera, qoftë në monitorimin e duhanpirjes, qoftë në përdorimin, të bëjmë hapa pozitiv në aspektin e lënies së duhanit dhe Dita botërore pa duhan shënoret në mbar botën çdo vit më 31 maj.